Asgjë nuk paralajmësonte se një ditë e zakonshme në tregun e gjallë të Nairobi do të shndërrohej në diçka që Nora nuk mund ta imagjinonte kurrë. Shitësit thërrisnin me zëra të lartë, duke tundur fruta dhe perime të pasbukuruara, ndërsa fëmijë të veshur me rroba të grisura vraponin me skëmbëve të blerësve. Nora ecte midis tyre, duke mbajtur një çantë të vogël ku fshinte disa nga gjërat e vetme të vlefshme që kishte, disa letra, një ditar dhe një medalion të vjetër që i kishte lënë nëna e saj. Një tingull i çuditshëm tërhoqi vëmendjen e saj nga një rrugicë e ngushtë pas tregut. Një makinë e parkuar në çoshe duke krejtë e zakonshme, përveç një detaji që nuk i përkiste ambientit. Bagazhi ishte pak i hapur dhe brenda tij, duke një burr i ngushtë dhe i shtrënguar. Pa menduar dy herë, Nora u afrua. Zemra i rritë fort dhe duart i dridheshin, por diçka e brendshme i tha se nuk mund të largohej. Ai që gjendej aty ishte një burr i veshur me kostum elegant, i mbyllur në një hapësirë që nuk mund të përballonte dot, me sy të shtrënguar dhe frymëmarrje të nxituar. Kur syri i tij u takua me atë të Norës, nuk kishte frikë, as dëshirë për të manipuluar situatën, thjesht një çast i pastër, i papritur që ndryshoi gjithçka. Ai e pa Norën si një njeri, jo si një mjet për të mbrojtur pasurinë ose reputacionin. Dhe aty, në një rrugicë të zakonshme të një qyteti të mbushur me zhurmë, filloi një histori që askush nuk mund ta kishte parashikuar. Nora nuk mund të largonte syt nga ai që ndodhej brenda bagazhit. Frymëmarrja e tij ishte e nxituar, ndërsa duart e saj dridheshin nga tensioni dhe frika, por një forcë e brendshme e shtynte të mos hiqte dorë. Me kujdes, ajo e mbajti bagazhin të hapur dhe me një përpjekje të vogël e ndihmoi të dilte. Ai qëndronte i shtrirë, i zhytur në errësirë, duke mos kuptuar menjëherë se çfarë po ndodhte, derisa syri i tij takoi atë të Norës. Në atë çast, diçka ndryshoi. Një heshtje e pashpjegueshme mbuloi rrugicën, ndërsa zhurma e tregut dukej si larg si e zbehet. Ai ishte i njohur në botën e biznesit, një milioner me emër që rrallë dilte nga vila e tij e madhe. Por këtu, i mbyllur dhe i pafuqishëm, nuk kishte as pasuri, as ndikim, as armish për t'i shmangur. Vetëm Nora qëndronte përpara tij, me një vështrim të thjeshtë, pa gjykim, pa kërkesa. Ajo nuk dinte kush ishte, nuk e dinte rëndësinë e tij. Ai e kuptoi menjëherë se kjo vajzë nuk ishte si të tjerë që takonte, të cilët shpesh kërkonin të fitonin diçka nga ai. Ky moment i pastër dhe i sinqert ndryshoi gjithçka për të. Ditët që pasuan nuk ishin më të zakonshme për Norën. Për herë të parë, ajo u përball me botën e pasur dhe misterioze të burrit, por gjithmonë duke mbajtur distancën e saj dhe natyrën e saj të thjeshtë. Ai mësoi të respektonte kufitë e saj dhe të kuptonte se dikush mund të ekzistonte jashtë ligjeve të pasurisë dhe manipulimit. Për herë që Nora shfaqej në jetën e tij, diçka brenda tij lulëzonte, diçka që nuk kishte përjetuar kurrë. Bota e Nairobit, me rrugët e saj të ngushta dhe tregjet e zhurmshme, u bë një sfond i pazakont për lidhjen e tyre. Nora mësoi të njohë këtë botë të re, të vështirë dhe shpesh të padrejtë, ndërsa ai mësoi të njohë botën e saj të përditshme, të thjeshtë dhe të ndershme. Ata kaluan kohë në rrugë të ngushta, duke shikuar njerëz të thjeshtë, duke ndarë momente që për të tjerët mund të dukeshin të parëndësishme, por që për ta ishin thelbësore. Ai mësoi se pasuria nuk është gjithçka dhe Nora mësoi se një takim i rastësishëm mund të ndryshojë jetën përgjithmonë. Në çdo hap të ditës, Nora ndjente tensionin e fshehur të botës së tij. Ai kishte armë të fshehta, aleat të panjohur dhe armiq që nuk mund të dukeshin në sipërfaqe. Por Nora, me natyrën e saj të fortë dhe instiktet e qarta, u bë një pikë qendrore në botën e tij të trazuar. Ajo mësoi të vendosë kufi, të mos lejonte manipulime dhe të ruante identitetin e saj pavarësisht nga ndikimi i pasurisë dhe fuqisë së tij. Nora u kthye në dhomën e saj atë mbrëmje me një ndjesi që nuk e kishte përjetuar kurrë më parë. Nuk ishte frikë e zakonshme, as gëzim i pastër. Ishte një peshë e heshtur që i qëndronte në kraharor, sikur diçka e padukshme të ishte vendosur aty dhe nuk kishte ndërmend të largohej. Dhoma ishte e vogël, me mure të zverdhura nga lagështia dhe një dritare që nuk mbyllej kurrë siç duhet. Zhurma e qytetit hynte lirshëm, bashkë me aromën e pluhurit dhe zhurmën e largët të makinave. Ajo u ul në shtratin e saj të ngushtë dhe për herë të parë pas shumë vitesh nuk e ndjeu veten plotësisht vetëm. Mendja i kthehej vazhdimisht tek sytë e atij burri, tek mënyra se si e kishte parë, jo me habi për varfërinë e saj, jo me përçmim, por me një lloj tronditjeje të heshtur, sikur fytyra e saj t'i kishte thyer diçka të brendshme. Ai quhej Elias Mbeki. Emri i tij nuk kishte asnjë domethënie për Norën në momentin kur e dëgjoi, por për shumë të tjerë në Nairobi dhe për te i tij, ishte një emër që lidhej me pasuri të mëdha, kompani ndërtimi, kontrata qeveritare dhe marrëveshje që bëheshin në heshtje. Elias kishte ndërtuar jetën e tij mbi kontrollin, mbi idenë se çdo situatë mund të menaxhohej me para, me ndikim ose me frikë. Dhe megjithatë, aty brenda një bagazhi makine, i mbyllur dhe i braktisur, ai kishte humbur gjithçka që e kishte bërë të ndiej i fuqishëm.
Kur Nora e kishte parë, ai nuk ishte më milioner, por një njeri I zhveshur nga statusi, I ekspozuar përballë një vajze që nuk kishte asgjë për t'i ofruar, përveç një shikimi të pastër dhe një vendimi të heshtur për ta ndihmuar, ditët që pasuan ushtrin ngadalë me një ritëm të çuditshëm. Nora vazhdoi jetën e saj si gjithmonë. U ngrit herët, shkoi në treg për të ndihmuar një grua të moshuar që shiste fruta, bëri punë të vogla për të fituar disa monedha dhe u kthye në shtëpi me lodhje në trup. Por diçka kishte ndryshuar. Çdo zhurmë e papritur e bënte të kthehej nga pas, çdo makinë e zezë që kalonte pranë e mbushte me një ndjesë ankthi. Ajo e dinte se ajo që kishte ndodhur nuk ishte një episod I zakonshëm, por një nyje që ishte lidhur në jetën e saj dhe që nuk do të zgjidhej lehtë. Nga ana tjetër, Elias ishte zhytur në një botë që e njihte mirë, por që tani I dukej ndryshe. Mjekët e kontrolluan, njerëzit e tij u siguruan që ai të ishte I mbrojtur, telefonat ranë njëri pas tjetrit, por asgjë nuk e qetësonte mendjen e tij. Fytyra e Norës I shfaqej vazhdimisht para syve. Ai përpiqej të analizonte, ta vendoste në një kategori, ta kuptonte sipas rregullave që kishte përdorur gjithë jetën, por nuk ja dinte. Ajo nuk kishte kërkuar asgjë. Nuk kishte bërë pyetje. Nuk kishte kërkuar shpërblim. Kjo mungesë interesi për paratë e tij e shqetësonte më shumë se sa çdo kërcënim që kishte përjetuar ndonjëherë. Pas disa ditësh, Elias kërkoi ta gjente. Jo për t'i dhënë para, jo për ta falendëruar në mënyrën formale që bota e tij njihte, por sepse kishte nevojë të kuptonte. Njerëzit e tij e gjetën shpejt. Një vajzë e re, pa adresë fikse të qartë, pa dokumente të shumta që jetonte në një lagje ku rrugët nuk kishin emra dhe shtëpitë nuk kishin numra. Kur Elias e mori vesh se ku jetonte, një ndjenjë e rëndë I ra mbi shpatulla. Kontrasti midis jetës së tij dhe të saj ishte I pamëshirshëm. Takimi I tyre I dytë nuk ishte dramatik. Nuk pati skena, as fjalë të mëdha. Elias u shfaq në hyrje të lagjes me një makinë që binte në sy, dhe Nora e pa nga larg. Instinkti I saj I parë ishte të largohej, por diçka e mbajti. Ajo nuk e kishte ndihmuar për të ikur më pas. Ajo e kishte bërë sepse nuk mund të bënte ndryshe. Dhe tani, përballë këtij realiteti, ajo ndjeu se ikja nuk do t'i sillte paqe. Prania e Elias në jetën e saj filloi të ishte ndërlikuar. Ai nuk u përposhta blinte, por as nuk mund të hiqte dorë nga mënyra e tij të jetuarit. Ai e ndihmoi në heshtje, një faturë e paguar, një punë më e sigurt, një ndihmë për dikë që Nora e njihte. Ajo e kuptoi shpejt se pasuria e tij mund të ishte një shpatë me dy tehe. Nga njëra anë, mund t'i lehtësonte jetën, nga ana tjetër, mund t'ia merrte atë që e bënte Norën vetvetja. Nairobi vazhdonte të rritej rreth tyre, indiferent ndaj historisë që po zhvillohej. Qiellvervishtësit ngriheshin pranë lagjeve të varfra, pasuria dhe varfëria bashkëjetonin pa u prekur vërtet. Në këtë qit të kontrastesh, Nora dhe Elias filluan të ndërtonin një lidhje që nuk kishte emër të qartë. Nuk ishte miqësi e zakonshme, as borxh, as dashuri në kuptimin e thjeshtë. Ishte një lidhje e ndërtuar mbi një moment ekstrem dhe mbi një shikim që kishte ndryshuar mënyrën se si të dy e shihnin veten. Me kalimin e kohës, Nora filloi të kuptojë rrezikun që mbante pranë vetes. Armiqtë e Elias nuk ishin zhdukur. Disa prej tyre nuk e kishin falur kurrë faktin që ai kishte mbijetuar. Një vajzë e panjohur e varfër që ishte shfaqur papritur në jetën e tij, ishte një hallkë e dobët. Dhe Nora, edhe pse nuk e thoshte me zë të lartë, e ndjente këtë. Ajo filloi të jetonte me një vëmendje të dyfishtë, duke ruajtur qetësinë në sipërfaqe dhe duke analizuar çdo detaj përreth. E megjithatë, përkundër frikës dhe pasigurisë, ajo nuk u pendua. Në netët kur shtrihej në shtratin e saj të ngushtë dhe dëgjonte zhurmat e qytetit, Nora e dinte se jeta e saj nuk ishte më e njëjta. Ajo nuk ishte më thjesht një vajzë që përpiqej të mbijetonte nga dita në ditë. Ajo ishte bërë pjesë e një historie më të madhe, një historie që nuk e kishte kërkuar, por që e kishte zgjedhur atë. Dhe ndërsa ditët kalonin, u bë gjithnjë më e qartë se reagimi I Elias ndaj fytyrës së saj në atë bagazh të errët nuk kishte ndryshuar vetëm jetën e Norës. Ai kishte ndryshuar edhe të tijen. Ai filloi të shite botën me një sy tjetër, më të brisht, më njerëzor, dhe ky ndryshim do të sillte pasoja që asnjëri prej tyre nuk ishte gati t'i përballonte. Ndryshimi nuk erdhi menjëherë dhe as në mënyrë të dukshme. Ai u shfaq si një çarje e vogël në mënyrën se si Elias e perceptonte realitetin, një çarje që zgjerohej ngadalë sa herë që mendja e tij kthehej te ajo rrugicë e ngushtë, te era e pluhurit dhe te fytyra e Norës që u shfaq mbi të, jo si shpëtimtare heroike, por si një pranie e heshtur e palëkundur. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai filloi të ndjente se kontrolli që kishte ndërtuar mbi jetën e tij ishte një iluzion I brisht. Paratë e kishin mbrojtur nga shumë gjëra, por nuk e kishin shpëtuar nga bagazhi I errët, nga frika primitive dhe nga varësia e plotë ndaj një të panjohure. Nora, nga ana e saj, filloi të jetonte me një ndjesi të vazhdueshme tensioni që nuk e kishte njohur më parë. Lagja e saj ishte e njëjtë, njerëzit po ashtu,
por ajo kishte ndryshuar. Ajo e shikonte çdo fytyrë me më shumë kujdes, çdo lëvizje me më shumë vëmendje. Jo sepse donte, por sepse realiteti i ri e kishte mësuar se disa ngjarje nuk lënë zgjedhje. Ajo vazhdonte të punonte, të ndihmonte të tjerët, por në heshtje kishte filluar të kuptonte se ndershmëria e saj e thjesht kishte pasoja në një botë që nuk funksiononte mbi parime të pastra. Elias filloi ta ftonte në vende ku ajo nuk kishte qenë kurrë. Jo me insistim, jo me imponim, por me një lloj kujdesi të çuditshëm, sikur të kishte frikë se çdo hap i gabuar mund ta prishte ekuilibrin e brisht që ishte krijuar mes tyre. Nora i pranonte disa herë dhe i refuzonte herë të tjera. Kur pranonte, ajo shite një Nairobi tjetër, një qytet me restorante të heshtura, me zyra të mëdha xhami dhe njerëz që flisnin me tone të ulëta për gjëra që kishin peshë të madhe. Kur refuzonte, ajo kthehej në rrugët e saj, ku gjithçka ishte më e ashpër, por edhe më e sinqertë. Në këto lëvizje mes dy botëve, Nora filloi të kuptonte se Elias nuk ishte thjesht një milioner që kishte pasur fatin e keq të rëmbej. Ai ishte produkt i një sistemi që e kishte shpërblyer për vendime të ftohta dhe shpesh të pamëshirshme. Ai nuk ishte i keq në mënyrën e thjesht që njerëzit e varfër e imagjinojnë të keqen. Ai ishte i mësuar të mbijetonte duke u distancuar nga pasojat njerëzore të veprimeve të tij. Dhe pikërisht kjo distancë ishte ajo që Nora, pa e kuptuar, kishte thyer. Ndërkohë, hijetës së kaluarës së Elias nuk shndronin larg. Një rëmbim i tillë nuk ndodhte pa arsye. Marrëveshje të vjetra, njerëz të lënë pas, interesa të shkelura, të gjitha këto filluan të lëvizin sërish. Nora nuk i dinte detajet, por e ndjente rrezikun si një prani të vazhdueshme. Ndonjëherë, kur ecte vetëm, kishte ndjesinë se dikush e shikonte. Ndonjëherë, kur telefoni i saj binte, zemra i rrite më fort se sa duhej. Megjithatë, ajo nuk e largoi Elias nga jeta e saj. Jo sepse ishte e verbuar nga premtimi i një jete më të mirë, por sepse kishte kuptuar se largimi nuk do ta kthente jetën e saj në atë që kishte qenë. Dera ishte hapur dhe ajo nuk mund ta mbyllte më. Ajo kishte parë se sa e brisht ishte fuqia, se sa i vogël ishte dallimi mes atij që ndihmon dhe atij që ka nevojë për ndihmë. Elias filloi të bëjë gjëra që as vetë nuk i kishte parashikuar. Ai filloi të rishikojë kontrata, të anulojë projekte që dëmtonin komunitete të tëra, të kërkojë mënyra për të investuar pa shkatëruar. Këto vendime nuk vinin nga ndonjë moral i ri i pastër, por nga një ndjesi e vazhdueshme se fytyra e Norës do t'i shfaqej sa herë që ai do të zgjidhte rrugën më të lehtë. Ajo fytyrë ishte bërë një pasqyrë pa dëshiruar, por e domosdoshme. Nora e kuptoi ndryshimin e tij përpara se ta kuptonin të tjerët. Ajo e pa në mënyrën se si ai heshte më gjatë, në mënyrën se si nuk fliste më me siguri absolute për gjithçka. Ajo nuk e lavdëroi, nuk e vlerësoi me fjalë, sepse e dinte se ndryshimi i vërtet nuk kishte nevojë për dëshmi të jashtme. Ajo thjesht vazhdoi të ishte vetvetja dhe kjo mjaftonte. Në një qytet që rrallë ndalej për të reflektuar, dy jetë po ndryshonin ngadalë, jo nga një akt i madh heroik, por nga një seri zgjedhjesh të vogla të heshtura. Nora dhe Elias nuk e dinin ende se çfarë do t'i priste më pas. Ata nuk e dinin se rreziku do të thellohej, se vendimet e reja do të sillnin pasoja të rënda. Por të dy e dinin diçka tjetër, diçka që nuk mund të mohohej më, momenti në bagazh nuk kishte qenë një rastësi. Ai kishte qenë fillimi i një rruge që nuk kishte kthim pas. Rruga që kishin nisur nuk u shfaq si një vire drejt, por si një teren i thyer, ku çdo hap sillte një pasiguri të re. Në jetën e Norës, ndryshimet filluan të duken në gjëra të vogla, pothuajse të padukshme për të tjerët. Ajo nisi të flinte më pak, të zgjohej në orë të çuditshme të natës, me mendjen që i kthehej vazhdimisht së njëjtës pyetje të heshtur. Çfarë kishte nisur pa e kuptuar? Ajo nuk ishte bërë më e pasur, nuk kishte ndryshuar mënyrën e të jetuarit në sipërfaqe, por diçka e brendshme kishte marrë një drejtim tjetër. Ajo ndjente një përgjegjësi që nuk e kishte zgjedhur, por që ishte ngjitur pas shpirtit si një hije. Lagja ku jetonte vazhdonte të ishte e njëjtë, por njerëzit nisën ta shikonin ndryshe. Jo sepse ajo kishte ndryshuar qëndrim, por sepse prania e Elias, sado e rrallë, kishte lënë gjurmë. Makina që ndalonte herë pas here në hyrje të rrugës, njerëzit e panjohur që pyesnin me kujdes për të gjitha këto krijuan një distancë të padukshme mes Norës dhe atyre që e kishin njohur gjithë jetën. Ajo e ndjente këtë ndarje dhe e përjetonte si një humbje të heshtur, edhe pse askush nuk e thoshte me zë të lartë. Elias, nga ana tjetër, po përjetonte një tronditje të thellë që nuk mund ta ndante me askënd nga rrethi i tij. Njerëzit që e rrethonin ishin mësuar ta shikonin si figurë të fortë, të pathyeshme, si njeri që nuk lëkundej nga emocionet. Por tani, ai po e kuptonte se ajo figurë kishte qenë një ndërtim i gjatë, një mburojë ngritur me kujdes për të mbrojtur nga dobësitë. Nora, pa e ditur, e kishte çara të mburojë dhe e kishte lënë përballë vetes së tij reale, një vetje që nuk ishte mësuar të dalë në dritë. Në ditët që pasuan, tensioni u rrit. Lëvizjet e Elias u bën më të kufizuara, më të studiuara.
Ai filloi të ndryshonte orare, rrugë, njerëz. Rrjeti I tij I sigurisë u zgjirua, por edhe kjo nuk I jepte qetësi. Ai e dinte se rreziku nuk vinte vetëm nga jashtë, por edhe nga vendimet që kishte marrë ndër vite. Çdo ndryshim që ai po bënte tani krijonte pakënaqësi diku tjetër. Çdo projekt I ndalur, çdo marrëveshje e rishikuar, kishte një kosto që nuk matej vetëm me para. Nora nuk ishte informuar për këto detaje, por ajo e ndjente peshën e tyre. Ajo filloi të kuptonte se prania e saj në jetën e Elias nuk ishte neutrale. Ajo ishte bërë një faktor, një element që ndryshonte ekuilibrat. Kjo e friksonte, por edhe e bënte të ndjente një forcë të re. Për herë të parë, ajo e kuptoi se ekzistenca e saj kishte peshë, se një vendim I thjesht, një akt I instinktshëm, mund të kishte pasoja të gjera. Një pasdite, ndërsa dielli po ulej mbi qytet dhe hije zgjatesh mbi asfalt, Nora u ndal në një urë të vogël që lidhte dy pjesë të lagjes. Ajo qëndroi aty për disa minuta, duke parë poshtë rrjedhën e ngadalë të ujit të ndotur. Mendja e saj u kthye tek e kaluara, tek vitet kur çdo ditë ishte një përpjekje për të mbijetuar, pa asnjë pritshmëri për ndryshim. Ajo e kuptoi se, pavarësisht frikës, ajo nuk do të kthehej dot më në atë gjendje. Jo sepse jeta e re ishte më e mirë, por sepse ajo tani e dinte se mund të ishte ndryshe. Elias, në të njëjtën kohë, po përballej me një vendim që do të kishte pasoja afatgjata. Një nga projektet e tij më të mëdha, që do t'i sillte fitime të mëdha, kishte filluar të shkaktonte protesta të heshtura. Komunitetet të tëra do të zhvendoseshin, jetët e njerëzve do të ndryshonin rrënjësisht. Në të kaluarën, ai nuk do të kishte hezituar. Tani, çdo dokument që firmoste I dukej më I rëndë se më parë. Fytyra e Norës I shfaqej në mendje, jo si akuzë, por si kujtesë e asaj që ai kishte zgjedhur të mos shihte për vite me radhë. Vendimi që mori nuk ishte heroik, as I pastër. Ai nuk e anuloi gjithçka, nuk e ndryshoi botën, por bëri diçka që për të ishte e re, ndaloi, shtyu, kërkoi alternativa. Ky hezitim u vure menjëherë nga ata që ishin mësuar me vendimet e tij të shpejta. Dyshimet filluan të qarkullojnë, pyetjet u shtuan. Disa e pan këtë si dobësi, të tjerë si një rrezik. Në këtë klim të pasigurt, lidhja mes Norës dhe Elias u bë edhe më e heshtur, edhe më e thellë. Ata nuk flisnin shumë për atë që po ndodhte, sepse të dy e dinin se fjalët do ta bënin gjithçka më të rëndë. Ata thjesht vazhdonin të ekzistonin në jetën e njëri tjetrit, si dy pika që ishin përplasur rastësisht dhe tani nuk mund të ndaheshin pa lënë gjurmë. Dhe ndërsa Nairobi vazhdonte të lëvizte I pandërgjeshëm për këto ndryshime të brendshme, një gjë u bë gjithnjë më e qartë. Historia e Norës dhe Elias nuk ishte më thjesht një histori shpëtimi. Ajo po shndërrohej në një provë, një përballje të gjatë mes asaj që kishin qenë dhe asaj që po bëheshin. Afërsia me fundin nuk erdhi si një ndalesë e qartë, por si një ngushtim I rrugës. Çdo zgjedhje që kishin bërë deri atëherë po I shtynte drejt një pike, ku asnjëri nuk mund të qëndronte më I paprekur. Nora e ndjente këtë më fort se kurrë. Jeta e saj ishte mbushur me heshtje të rënda, me pritje të paemërta, dhe me një lodhje që nuk vinte nga puna fizike, por nga vetdia se ajo që kishte nisur si një akt njerëzor, tani kërkonte një çmim. Ajo nuk ishte bërë pjesë e botës së Elias, por as nuk ishte më plotësisht jashtë saj. Ishte në një hapësirë mes dy realiteteve, ku çdo hap I gabuar mund ta rrëzonte. Njerëzit në lagje tashmë flisnin më pak me të. Jo nga armiqësia, por nga frika dhe pasiguria. Disa e shikonin si dikë që kishte dal nga rreshti, të tjerë si një vajzë që kishte hyrë në telashe më të mëdha se vetja e saj. Nora I pranonte këto shikime pa u mbrojtur. Ajo e dinte se askush nuk mund ta kuptonte plotësisht se çfarë kishte ndodhur në atë rrugicë, në atë moment e errët, ku një jetë kishte qenë në prag të zhdukjes dhe një tjetër kishte ndryshuar drejtim. Elias, ndërkohë, po përballej me pasojat e drejtpërdrejta të ndryshimeve të tij. Aleancat e vjetra po plasariteshin. Njerëz që e kishin mbështetur për vite me radhë filluan të distancoheshin. Ai e kuptoi se bota ku kishte ndërtuar pasurinë nuk falte lëkundjet. Dhe megjithatë, ai nuk mund të kthehej pas. Jo sepse ishte bërë papritur një njeri tjetër, por sepse kthimi do të thoshte të mohonte atë që kishte parë tek Nora, një mënyrë të jetuari që nuk matej me fitime. Rreziku u bë konkret në mënyrën më të thjeshtë dhe më të frikshme. Paralajmërime të tërthorta, lëvizje të dyshimta, njerëz që shfaqeshin aty ku nuk duhej. Elias e kuptoi se Nora ishte bërë një pikë presioni. Jo sepse ajo kishte ndonjë fuqi reale, por sepse simbolizonte ndryshimin e tij. Dhe kjo ishte e papranueshme për disa. Për herë të parë, ai e pa qartë se vendimet e tij nuk po rrezikonin vetëm atë, por edhe dikë që nuk kishte kërkuar asgjë nga kjo histori. Ky kuptim e çoi drejt vendimit më të vështirë që kishte marrë ndonjëherë. Jo një marrëveshje biznesi, jo një sakrificë financiare, por një heqje dorë personale. Ai e kuptoi se prania e tij në jetën e Norës, sado e heshtur dhe e kujdesshme, po e ekspozonte atë ndaj një bote që nuk do ta kursente.
Dhe për herë të parë, ai zgjodhi të humbiste diçka që kishte rëndësi për të mbrojtur dikë tjetër. Nora e ndjeu distancimin përpara se t'i shpjegohej. Telefonatat u rralluan, takimet u bën më të shkurtra, më formale. Ajo nuk u zemërua. Në thellësi, ajo e kishte ditur se kjo histori nuk mund të vazhdonte pafundësisht në të njëjtën formë. Dhe megjithatë, ndarja e heshtur i la një boshllëk që nuk mund ta mohonte. Jo sepse kishte humbur një mundësi për një jetë më të mirë, por sepse kishte humbur një lidhje që e kishte bërë të ndjej e parë, e vlerësuar, jo për atë që kishte, por për atë që ishte. Vendimi i Elias nuk e zgjidhi gjithçka. Ai humbi ndikim, humbi disa aleat, por fitoi diçka që nuk e kishte pasur kurrë, një lloj pashjeje të brendshme. Ai e dinte se nuk ishte bërë një njeri i drejtë në kuptimin ideal, por kishte bërë zgjedhjen e duhur në një moment kyç. Dhe kjo mjaftonte për të jetuar me pasojat. Nora, nga ana e saj, u kthye gradualisht në ritmin e saj. Jeta nuk u bë më e lehtë menjëherë. Varfëria nuk u zhduk, vështirësitë mbeten, por ajo nuk ishte më e njëjta vajzë që ecte pa pritshmëri nëpër tregun e zhurmshëm. Ajo kishte fituar diçka që nuk mund t'i merrej më, vetëdijën se një njeri i vetëm, edhe pa para, edhe pa pushtet, mund të ndikojë në jetën e dikujt tjetër në mënyrë të pakthyeshme. Koha kaloi dhe historia e rrëmbimit u harrua nga shumica. U bë një thashethemi vjetër, një lajm i zbehur. Askush nuk fliste për vajzën që kishte hapur bagazhin. Askush nuk e dinte se reagimi i një milioneri ndaj fytyrës së saj kishte ndryshuar rrjedhën e dy jetëve. Dhe ndoshta ishte më mirë kështu, në fund, nuk pati fitues në kuptimin klasik. Nuk pati pasuri të papritura, as fund për rallor, por pati diçka më të rrallë, dy njerëz që u larguan nga një takim i rastësishëm, duke qenë më të vetëdijshëm për botën dhe për veten.